Përshëndetje miq, sot do të përgatis bukë të vogla super të buta, një recetë shumë e thjeshtë dhe me pak përbërës. Si fillim në një anë hedhim ujin e vakt, qumshtin e vakt, vajin e ullirit, majën e bukës dhe sheqerin. I përzim mirë dhe më pas shtoj mielin, kripen, i përzim mirë derisa ta formohet brumi. Më pas e kalojmë në tavolinën e punës, e punojmë përsëri për 3-4 minuta, e mbulojmë me picet kuzhine dhe e lëm të pushojë për 1 orë në temperaturë dhome. Mbas 1 ore brumi është dyfishuar, e kalojmë në tavolinën e punës, e zgjatim paksa dhe e presim në topat e vegjël. Pastaj secili top ja bëjmë disa viza të vogla, ja kështu që të dalin sa më bukur. Më pas e vendosim në tepsi të shtruar me letër kuzhine dhe e lëm prap të pushojë për 20 minuta të tjera. Pastaj e lyjmë me dverdhveze dhe e çojmë në furrë për të pjekur në temperaturën 200 gradë për 25 minuta. Pas 25 minutash buka është pjek, ka marrë ngjyrë të kuqërrëmt, ka dalë shumë e butë, po ama vërtet e butë sfingjer. Tani bukën e kemi gati për ta shërbyer. Kjo pra ishte receta ime për sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Ju boft mirë nëse e provoni. Faleminderit.